Në Tears të Tetovës sot u mbajt manifestimi tradicional Dita e Groshës, ku përveç groshës së njohur të gjuetarëve, përgatiten edhe specialitetet të ndryshme ushqimore me qëllim që këto gatime të jenë brend i banorëve të kësaj ane. Në kuadër të këtij aktiviteti sot organizohet pra spari zgjerrja e groshës pra nga ana e shoqatës së gjuetarëve nga komuna e Tearsës. Do të ketë disa pika vallëzimi folklorike nga traditat e popullatës që jetojnë në këto treva. Për groshën e njohur të gjuetarëve flet njëri nga anëtarët e shoqatës i angazhuar për zgjerrjen e groshës, e cila më vonë do të shijohet nga të pranishmi. Jemi të përgatitur një grosh fshatare. Përpara e vjen e lajm groshën dhe i shtim ujin e ftofët dhe vjen ta zim. E mbrapa shtim mishin brenda. Edhe kur fillojt zihet, e mblem me kapak dhe e përzim mas një kohe, e shtem dhe vojnë. Vajzat e shkollës që kanë qenë të angazhuara për përgatitjen e gjellrave dhe ëmbëlsirave të ndryshme, shprehen se këto gatime janë karakteristik vetëm e kësaj ane. Sot kam sjell një ëmbëlsir, ishte si ditë feste dhe kisha dëshirë që të sjellin një ëmbëlsir me biskota. Unë sot kam përgatitur një si yemek është me patate të zera. Manifestimi Dita e Groshës realizohet nga Qendra për Edukim dhe Zhvillim në kuadër të projektit zviceran për zhvillim të Ballkanit Perëndimor, si dhe në bashkëpunim me organizatën Qendra për Arte Bashkëkohore nga Shkupi.